أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فلنذريمة آظريمة تقوي بتم الله جل شانه باقي مشيرة بقيمة الله جوش بتدرجوا للدور محمد صلى الله عليه وسلم بفامiljen shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët të cilët të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati nderuar, në ligjëratën e sotme do të shpjegojmë hadithin që transmeton Ebi Muhammed Abdillah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Pra në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot se askush prej jush nuk ka besuar derisa pasionet e tij, dëshirat e tij, qëllimi i tij, orientimi i tij mos jetë konform asaj me të cilën ka ardhur. Pra kjo është hadith i shkurtër i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por që fjalët e të dërguarit të Allahut përmbajnë shumë kuptime gjithë përfshirëse, sikurse dhe ky hadith që thonë dietarët e përfshin Islamin në tërësi. Pse e përfshin Islamin në tërësi? Për shkak se porosit në ndjekje në pasimin e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pasimi, ndjekja e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të thotë ndjekja e fesë, praktikimi i fesë, i sheriatit islam në tërësi. Dhe hadithi pra e ka këtë kuptim se njeriu nuk është besimtar me iman të plot, me besim të plot, derisa pasioni i tij, dëshira e tij, orientimi i tij, qëllimi i tij, derisa të jetë konform asaj me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej urdhrave dhe prej ndalesave. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi që ta sqarojë fenë e Allahut xhelle shanu. Allah i shpalli Kur'anin. Ati i cili ishte full e pejgamberisë, pra i shpalli Kur'anin në periudhë prej 23 vjetëve. Dhe fillimi i shpalljes së Kur'anit ishte në natën e Kadrit. Në natën më të mirë se një muaj, që është njëra prej 10 netëve të fundit të muajit të Ramazanit, e që shpresojmë të jetë sonte duke lutur Allahun xhelle shanu, ashtu si që kemi lutur edhe në netët e kaluara, kalusje, edhe në këto net që ka mbetur dhe posaçërisht sonte, që Allahu xhelle shanu të na mbulojë me faljen dhe me mëshirën e tij. Pra Allahu ja shpalli Kur'anin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai e pati për detyrë tua shpjegoj njerëzve, tua komunikoj, tua përcjell dhe tua shpjegoj dispozitat e Kur'anit
pengesat në mënyrë që njerëzit të jenë konsekuent në zbatimin e këtyre dispozitave me të cilën Allahu e shpalli librin e tij të famshëm. Pra në këtë hadith, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se imani jon do të jetë i plot, do të jetë i sinqert, do të jetë i pranuar tek Allahu xhelle shon, atëherë kur ne do ta zbatojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë Allahu ka porositur në Kur'anin famëlar, thot në surën Ali Imran, për të gjithë ata që dëshirojnë ta fitojnë dashurinë e Allahut, ndërsa ne të gjithë themi se e dojmë Allah. Dhe në qoftë se themi e dojmë Allah, patjetër që edhe Allahu na do neve. Edhe Allahu na do neve. Po kur na do Allahu neve? Thot në surën Ali Imran në një ajet: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Pra thuaju o Muhammed, thuaju njerëzve që në qoftë se ju me të vërtet e doni Allah, atëherë ndiqni rrugën time, pasoni rrugën time, pasoni sunetin tim. Do t'ju doj Allah dhe do t'ju falë, sepse Allah është mëshirues dhe është mëkatfalës. Pra kushti që ne ta fitojmë dashurinë e Allahut, ta fitojmë faljen e tij, ta fitojmë mëshirën e tij, është që të jemi pasues të drejtë të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle shanu në shumë ajete në Kur'anin famëlar të përmend të dërguarin e tij që pikërisht besimtarët duhet ta marrin gjykatës në çështjet e tyre. Në atë që ka gjykuar i dërguari, sepse ai nuk ka gjykuar nga ametja, por atë që e ka gjykuar me shpallje prej Allahut xhelle shanu, i cili thot në surën An-Nisa: "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Pra thot Allahu në ajetin 65 të surës An-Nisa, thot o Muhammed, i thot të dërguarit të vet Allahu xhelle shanu, për Zotin tënd ata nuk besojnë derisa nuk të marrin gjykatës për çështjet e tyre, kur kanë probleme, kur kanë mosmarrëveshje dhe dëshirojnë që të zgjidhen problemet e tyre, le të marrin gjykatës. Pra derisa të marrin gjykatës për çështjet e tyre, për problemet e tyre, për mosmarrëveshjet e tyre, ata nuk kanë besuar. Dhe pasi që të gjykosh, pasi që të marrë gjykatën, mos të gjejnë pak kënaqësi prej atij gjykimi dhe të binden plotësisht, sepse bindja do të thotë se imani ka tepërtuar në zemrat e tyre. Pastaj në ajetin 36 në surën Al-Ahzab thot Allah: "Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Pra nuk i takon asnjë besimtari dhe asnjë besimtare që kur të ketë gjykuar Allahu dhe i dërguari i tij për ndonjë
ai dhe i dërguari i tij, dhe ai që pas atij gjykimi e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka rënë në një humbje të qartë dhe ka devijuar prej rrugës së Allahut. Prandaj Allahu xhelle shanuhu i qorton jo besimtarët, të cilët urrej atë që e ka shpallur Allah, ja ka shpallur të dashurit të tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra ata e urrej Kur'ani, e urrej të dërguarin, prandaj edhe ata janë të dënuar prej Allahut dhe veprat e tyre janë të dështuara. Thot Allahu në surën Muhammed ajeti 9: "Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum." Kjo për shkak se ata kanë urrejtur atë që e ka shpallur Allahu, dhe Allahu i asgjëson veprat e jo besimtarëve, të cilët e kanë refuzuar thirrjen e Allahut, e kanë urrejtur atë, e kanë urrejtur të dërguarin e tij të fundit. Dhalika bi annahum ittabi'u dhalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Pastaj në ajetin 28 të surës Muhammed thot Allahu, kjo për shkak se ata e kanë ndjekur jo besimtarët atë çka e urren Allahu xhelle shanuhu, pra kanë ndjekur rrugën e gabuar, rrugën e djallit të mallkuar, dhe për këtë e kanë merituar hidhrimin, dënimin e Allahut, ndërsa e kanë urrejtur pëlqimin, rrugën që e ka pëlqyer Allahu xhelle shanuhu. Për këtë shkak veprat e tyre janë vepra pa vlerë, veprat e tyre asgjësohen dhe nuk kanë kurrë vlerë tek Allahu xhelle shanuhu, pra veprat e jo besimtarëve. Për këtë shkak xhamat i nderuar, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë ndjekja e rrugës së tij, pasimi i rrugës së tij. Dhe derisa kjo nuk ekziston, nuk pasohet rruga e të dërguarit të Allahut, është e kotë me thonë dikush se unë e dua Allahun apo e dua të dërguarin e tij. Pra Allahu dhe i dërguari i tij nuk duhen veç me fjalë, po duhen me vepra. Duhen me pasim të rrugës së Allahut dhe të dërguarit të tij, me ndjekje, me precizitet, duke mos shtuar asgjë në fenë e Allahut dhe duke mos paksuar asgjë prej asaj çka e ka shpallur Allahu xhelle shanuhu, i cili thot në surën Tauba ajeti 24: "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pra thuaj o Muhammed, thuaj njerëzve, se në qoftë se baballarët tuaj, e vladët tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaj, falefisi juaj, pasuria juaj të cilën e fitoni, tregtia juaj që friksoheni prej dështimit të saj, shtëpit tuaja ku jeni të kënaqur
në shtëpi tuaja banoni. Në qoftë se gjithë këto janë më të dashura për ju, gjithë këto në qoftë se janë më të dashura për ju, se Allah, se i dërguar i ti, se lufta në rrugën e ti, atëherë pritni derisa Allah të vendos me vendimin e ti, derisa ta sjellë vendimin e ti, derisa ta sjellë dënimin e ti, sepse kështu nuk është në rregull që ti doni krijesa më shumë se krijuesin Allahu xhaleshonu dhe atë të dërguarin e ti të fundit që Allahu e dërgoi që ju ta pasoni rrugën e ti, për shkak se rruga e ti është rruga që ka porositur Allahu xhaleshonu dhe Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin mëkatar. Dhe veç kësaj që ka thuhet në ajet, se nuk udhëzon të jepet përparësi dashurisë ndaj krijesave, pra ndaj baballave, ndaj evlatëve, ndaj vëllezërve, motrave, grave, shtëpive, tregtisë, pasurisë, gjitha të çka është pasuri, knatësi e jetës së kësaj bote, kur njëherë s'ban me dalë para dashurisë ndaj Allah dhe të dërguarit të tij, sepse qoftë se den imani nuk ka në rregull, besimi nuk ka në rregull. Se kështu thot hadithi, kështu thoi ajetet që po i shpjegoj. Pra edhe ti përmendim hadithin ku thot Muhamedi, ta përmendim hadithin ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë temë, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa baladihi wa ahlihi wa an-nasi ajma'in. Askush prej jush nuk ka besuar, derisa unë, thot Muhamedi alayhi salam, derisa unë të jem më i dashur për të, sesa vetja e tij, sesa evlatët e tij, sesa familja e tij, sesa njerëzit në përgjithësi. Pra duje të dërguarin e Allah ma shumë se vetën tënde. Dhe kur ta dush të dërguarin e Allah ma shumë se vetën tënde, ma shumë se fëmijët e tu, ma shumë se gjithë krijesa, e ke arritur gradën e imanin për të cilën Allah të porosi dhe i dërguari i tij, i cili po ashtu thot në një hadith tjetër, thalathun men kunne fihi vajada bihinna halawat al-iman. Kush i posedon tri cilësi e ka gjetur ëmbëlsirën e imanit. Cilat janë ato tri cilësi? Thot en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. E para cilësi që ta doje Allah dhe të dërguarin e tij më shumë se gjithë çka tjetër. E para e dyta, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Që ta doje njeriu, ta doje besimtarin musliman, ta doje vllahun për hir të Allahut. E treta, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Që të urrejë të kthehet në kufër, në mosbesim, pasi që Allah e ka shpëtuar prej tij, ashtu siç urren që të hodhet në zjarr. Dhe kush i posedon këto tri cilësi e ka gjetur ëmbëlsirën e imanit. Prandaj të gjitha mëkatet që dalin prej njerëzve janë si rezultat i tërheqjes së tyre nga rruga e të dërguarit. Është si rezultat i tërheqjes, largimit të tyre nga sunneti i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam.
për këtë shkak Allahu xhaleshon thot për idhujtarët në Kur'anin famullar, sepse ata janë largu prej rrugës së Allahut, prej rrugës së të dërguarit të Allahut. Pse janë largu? Janë largu për shkak se i kanë dhënë përparësi pasioneve të tyre, epsheve të tyre, dëshirave të tyre, i kanë dhënë përparësi para dashurisë ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Për atë dhe janë largu prej besimit dhe Allahu për idhujtarët thot: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Qoftë se ty, o Muhammed, ata nuk të përgjigjen, nuk e pranojnë thirrjen tënde, dije se ata i pasojnë epshet e tyre. Epsheve të tyre ju kanë dhënë përparësi. Për atë nuk mund të largohen prej rrugës së gabuar, prej rrugës së shejtanit të mallkuar, nuk mund të largohen për shkak se jetojnë për epshet e tyre, jetojnë për t'i plotësuar ato dhe nuk u intereson ajo çka është më e lartë dhe që e ngrit njeriu besimi, adhurimi, dashuria ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dhe ka më të humbur se sa i cili ndjek epshin e tij dhe largohet prej udhëzimit të Allahut xhaleshanuhu. Lusim Allahun që mos na largoj nga udhëzimi i tij. Lusim Allahun ashtu siç është edhe duaja e Kur'anit famullar: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. O Zoti, mos na i lako zemrat tona, pasi që na i drejtove, na dhuro prej mëshirës tënde, se ti e dhuruesi i madh, ti ai që do të na tugosh në një ditë për të cilën nuk ka dyshim dhe Allahu nuk e ndryshon premtimin e vet. O Zoti, ti e falës bujar, e don falje, na fal neve. Wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.